Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin Rritu Financiarisht. Këtu flasim për mënyra të thjeshta dhe reale se si mund të kuptojmë më mirë paratë, si t'i menaxhojmë pa stres dhe si të ndërtojmë hap pas hapi një jetë më të qëndrueshme financiarisht. Poshtë në përshkrim do gjeni një link ku mund të shihni si investoj vetë në mënyrë të sigurt dhe afatgjallë. Por si gjithmonë dua t'ju kujtoj, mos merrni vendime për investime vetëm nga ajo që dëgjoni në internet. Flisni gjithmonë me një ekspert financiar, sepse çdo situatë është ndryshe dhe përgjegjësia është gjithmonë personale. Sot do flasim për diçka që shumë njerëz e dëgjojnë, por pak e kuptojnë si funksionon në të vërtetë. Do flasim për të ardhurat pasive, ato para që vijnë edhe kur ti nuk je duke punuar. Në fillim, ndoshta tingëllon si ëndër, por në fakt është diçka shumë reale. Vetëm kërkon kohë, durim dhe mënyrën e duhur për t'u ndërtuar. Të ardhurat pasive janë ato që vazhdojnë të hyjnë edhe kur ti nuk po punon në atë moment. Për shembull, një qira, një investim që sjell fitim çdo vit, një faqe që fiton nga reklamat, apo një libër, një kurs online, një ide që punon për ty. Janë para që vijnë nga puna që ke bërë një herë, por që të shpërblen shumë herë. Në ndryshim nga paga, ku çdo muaj duhet të punosh për të marrë para, të ardhurat pasive janë sistemi që punon për ty. Nëse e kupton këtë ndryshim, ke bërë hapin më të madh drejt lirisë financiare. Sepse nuk është qëllimi të punosh pa pushim gjithë jetën, por të ndërtosh diçka që punon edhe kur ti pushon. Në fillim, shumica e njerëzve punojnë për para. Dhe kjo është normale. Por me kalimin e kohës, nëse do të jetosh më i qetë, duhet që paratë të fillojnë të punojnë për ty. Ky është qëllimi i të ardhurave pasive. Le ta bëjmë shumë të thjeshtë. Nëse sot punon 8 orë në ditë, fiton një shumë për ato orë. Nëse nuk punon, nuk fiton. Por kur ke të ardhura pasive, ti fiton edhe në ditët kur nuk punon. Dhe këtu fillon ndryshimi i vërtetë. Shumë njerëz mendojnë se kjo gjë është vetëm për të pasurit. Por jo. Të ardhurat pasive mund t'i ndërtojë çdo njeri që ka durim, vullnet dhe që di të fillojë nga diçka e vogël. Nuk ke nevojë për mijëra euro. Ke nevojë për vazhdimsi. Sepse çdo ide që punon për ty, fillon nga një hap i vogël. Ja disa mënyra reale për të krijuar të ardhura pasive që mund t'i përdor kushdo në Shqipëri, në Kosovë apo në diasporë. E para. Investimet afatgjata. Fondet indeks, ETF apo depozitat që gjenerojnë interes çdo vit. Këto janë mënyra të thjeshta për ta bërë paran të punojë. Ti vendos një shumë dhe çdo vit ajo të kthen fitim. Në fillim pak, por me kohën më shumë. E dyta. Pasuria e patundshme. Nëse ke një dhomë që mund ta japësh me qera, apo një pronë që mund ta shfrytëzosh, ajo mund të kthehet në burim të ardhurash çdo muaj. Madje edhe një vend parkimi, apo një magazinë e vogël mund të sjellin të ardhura të rregullta. E treta. Puna krijuese. Një libër, një kurs online, një video informative, një faqe që ndihmon të tjerët. Në fillim punon shumë, por më pas ajo vazhdon të sjellë fitime pa ndërhyrje të përditshme. E katërta. Shitje online ose produkte digjitale. Nëse ke një uri, mund të krijosh diçka që shitet një herë, por blihet shumë herë. Një udhëzues, një e-book, një model grafik, një foto, një shërbim që mund të përdoret vazhdimisht. Në fillim, çdo ide do të duket e vogël. Por çfarë ndodh nëse e mban për disa vite? Fillon të krijosh rrjedha të shumta të ardhurash. Një burim sjell 50 euro në muaj, një tjetër 100, një tjetër 30.
Me kohën, ato bashkohen dhe të japin një stabilitet që se kishe më parë. Të ardhurat pasive nuk janë për të bërë i pasur shpejt. Janë për të ndërtuar liri të ngadalt, por të qëndrueshme. Në fillim, ato zëvendësojnë një faturë. Pastaj një shpenzim mujor. Pastaj ndoshta një pjesë të pagës. Derisa një ditë të mos kesh më nevojë të punosh vetëm për para. Por ka një sekret, duhet t'i ndërtosh kur ende punon. Mos prit të kesh kohë të lirë. Sepse ajo kohë s'vjen kurrë. Ndërto burime të vogla ndërkohë që ke punën tënde. Një faqe, një investim, një ide që mund të rritet ngadalë. Në këtë mënyrë, kur vjen një ditë që do të ndalesh, ato do vazhdojnë të punojnë për ty. Shumë shqiptarë në emigrim kanë kuptuar këtë gjë. Kanë ndërtuar prona që japin qera, kanë bërë investime të vogla, apo kanë hapur faqe online që sjellin të ardhura shtesë. Në fillim, askush si beson. Por pas disa vitesh, ata fillojnë të shohin rezultatet. Sepse fitimet e vogla të qëndrueshme janë shumë më të forta se fitimet e mëdha që zhduken. Të ardhurat pasive nuk janë vetëm për biznesmenët. Mund të jenë për një mësues, një punonjës, një prind që rrit fëmijë. Janë mënyra për të krijuar stabilitet pa pasur nevojë të ndryshosh gjithë jetën tënde. Në vend që të kërkosh punë të dytë, ndërto diçka që punon për ty gjatë natës. Një shembull i thjeshtë, imagjino që ke një fond që sjell 6% fitim në vit. Nëse çdo muaj vendos 100 euro, pas 10 vitesh mund të kesh mbi 16.000 euro. Dhe në atë moment, vetëm fitimi vjetor mund të paguajë një faturë apo një udhëtim familjar. Kjo është fuqia e durimit. Por duhet ta dish edhe këtë, të ardhurat pasive kërkojnë punë në fillim. Nuk janë pa mund. Janë punë një herë, fitim shumë herë. Në fillim kërkojnë ide, përpjekje, disiplinë. Por më pas, shpërblejnë qetësinë tënde. Të gjithë ne kemi 24 orë në ditë. Por mënyra si i përdorim ato bën ndryshimin. Nëse çdo javë shpenzon pak kohë për të ndërtuar diçka që do punoj për ty, pas disa vitesh do kuptosh që ja vleti. Mos haro. Liria financiare nuk fillon nga milionat. Fillon nga 1 euro që punon vetë. Në momentin që ke gjetur mënyrën që një pjesë e vogël e parave të kthehet mbrapsht pa mundin tënd të përditshëm, ke hyrë në një botë të re. Në botën ku parat punojnë për ty. Mos u dekurajo nëse duket e largët. Çdo gjë e madhe fillon e vogël. Edhe një pikë uji, nëse bie çdo ditë në të njëjtin vend, bën grop në gur. Kështu funksionojnë të ardhurat pasive. Ngadalë. Por me siguri. Nëse sot vendos të ndërtosh një ide të vogël, pas disa vitesh mund të falenderosh veten për durimin që pate. Sepse atëherë do kesh kuptuar që puna e zgjuar vlen më shumë se puna e lodhur. Mos haro. Parat që vijnë pas stres janë rezultat i mendjes që punon, jo i lodhjes që spushon. Ndaj fillo sot të mendosh si investitor, jo vetëm si punëtor. Bëje hap pas hapi, me kujdes, me dije dhe me zemër të qetë. Nëse kjo video të ndihmoi të kuptosh më mirë çfarë janë të ardhurat pasive dhe pse duhen ndërtuar që tani, abonohu në kanalin Rritu Financiarisht, sepse çdo javë flasim për mënyra të thjeshta për të ndërtuar siguri, qetësi dhe liri financiare. Dhe nëse një dik që punon shumë, por se di që mund të krijojë të ardhura edhe ndryshe, shpërndaje këtë video. Sepse ndoshta për të
Kjo është dita që i hap një derë të re në mendje.